Jemi me Armendin, është duke u mbajtur një konferencë, në mos gaboj flitet për parandalimin e kancerit të gjirit, por Armendin na jep më tepër informacione. Armend, çfarë po ndodh aty ku ti je? Atëherë është duke u mbajtur në Tiranë një tryezë e rrumbullakët ndërkombëtare sa i përket parandalimit të sëmundjeve kancerogjene, fokusi padyshim kanceri i gjirit, por dhe jo vetëm, të gjitha sëmundjet onkologjike, të cilat prekin qytetarët në mbar botën, pra nuk bëhet fjalë vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin dhe Europën dhe më gjerë, duke qenë se në përfaqësimin e kësaj tryeze janë përfaqësues të niveleve të larta të Bashkimit Evropian, të Organizatës Botërore të Shëndetësisë ndjes, kompanive më të mëdha farmaceutike në Europë, por dhe në Shqipëri, përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore të vendit tonë, si ISHP, pritet të jetë edhe Ministrja e Shëndetësisë, Albana Koqiu, por dhe përfaqësues të tjerë nga Spitali Onkologjik, cilët kanë mbërritur në këtë konferencë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për një tryezë të rrumbullakët, të cila do të fokusohet në forcimin e bashkëpunimit rajonal për rritjen e fondeve në buxhetin e shëndetësisë për gjatë vitit 2025, si dhe për zhvillimin dhe rekomandimet konkrete të gjitha politikave që duhet të ndodhin në parandalimin e sëmundjeve kancerogjene. Ju kujtojmë që është sëmundjet kancerogjene zën një vend shumë të lartë të gjitha vdekshmërive në mbar botën, jo vetëm në Shqipëri. Risku i prekjes nga këto sëmundje po bëhet gjithmonë dhe më i lartë në vendin tonë, por dhe është në rang global kjo situatë e cila po ndodh aktualisht, por parandalimi duke se mund të jetë çelësi i suksesit. Dhe sipas një llogaritje që është bërë nga zyrtarë të lartë OBSH-s dhe përfaqësues të tjerë të shëndetësisë në mbar botën, nëse shpenzojmë sot 1 euro në investim për sa i përket parandalimit të kancerit, risku për të kursyer të paktën 14 euro për të njëjtën sasi të shpenzuar është potencialisht i mundur. Çfarë do të thotë që është një slogan në shëndetësi, është më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Dhe sot shumë spitale në mbar botën po shpenzojnë padyshim miliona euro në trajtimin e kancerit, por mund të kemi një parandalim të tillë duke bërë të mundur ose duke fuqizuar pjesën e depistimit, pra kontrolleve paraprake të gjitha sëmundjeve. Ne kujtojmë që kemi tetorin roz si një fushatë mbar botërore për sa i përket depistimit të grave. Kemi fushatat e tjera që përfshin diabetin apo sëmundjet e zemrës, sëmundjet e mushkërive dhe gjithë trupit dhe organizmit të njeriu, të cilat në ditë të caktuara apo në javë të caktuara bëhet e mundur që të ketë një fushatë të ndërgjegjësuese. Dhe pikërisht këto fushata që ne shpeshherë i inkurajojmë dhe me vendosjen e logove apo dhe me imazheve të ndryshme, kanë për qëllim pikërisht pjesën e depistimit, shkuarjen herët tek mjeku dhe mënyrën për të trajtuar në kohë, pra në stadiet e para të trajtimit të sëmundjes. Në fakt është një konferencë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, duke përfshirë këtu edhe rinovimin në sistemin shëndetësor. Ne kemi parë her pas here që investimi në aparatura në sistemin shëndetësor është një hap i rëndësishëm për sa i përket diagnostikimit, por dhe trajtimit të tyre. Në Shqipëri ka pasur zakonisht debate sa i përket funksionimit të spitalit onkologjik, ndikuar edhe nga rasti i fundit ku SPAK ndërhyri për të kryer një çështje hetimore për sa i përket mënyrës se si trajtoheshin të sëmurët me kancer, dhe her pas here ne në emisionet tona kemi trajtuar edhe mungesën apo mos funksionimin e mirë të aparaturave nëpërmjet të ftuarve tanë. Kështu që referohet që të ketë një forcim të gjithë kapaciteteve dhe infrastrukturës shëndetësore pikërisht në këtë pikë për të bërë të mundur që për gjithë popullatën dhe gjithë ekipet e shëndetit mjekësor të bëjnë të mundur parandalimin në kohë deri para se të mbërrijmë në trajtimin i cili padyshim kushton shumë. Okej, mirë. Ka mesazhe të rëndësishme Armend, ne falenderojmë shumë që ndave diçka nga kjo konferencë. Faleminderit dhe punë të mbarë. Dakor, mirë, shkëputemi për pak dhe më pas do përqendrohemi në pjesën pothuajse të fundit të emisionit. Kujtojmë Margarita Xhepën. Margarita Xhepën, kështu që qëndroni me ne.